Një histori tjetër e Alipash Tepelenës, Nuremberg, 13 prill, viti 1822. Sipas gazetës së Nurembergut, Aliu i famshëm, pasha e Janinës, nuk u vra, siç pretendohet, por ai kaloi në portin Mahon të ishullit Menorca. Këtë e shkruan Gazette de France, e cila botoi një shkrim të bujshëm një javë më vonë, eksaktësisht në ditën e shtunë të 20 prillit viti 1822. Sipas kronikës së asaj kohe, ky shkrim i bujshëm i gazetës së Nurembergut thoshte se Ali Pasha kishte kurdisur ikjen dhe nuk i pren as pak kokën. Me sa duket, këtë ngjarje e ka përcjellë Arenc Beja nga kërkimet që ka bërë. Njëkohësisht edhe shkrimtari Çlirim Hoxha në librin e tij Arratisja e madhe Alipash Tepelenës. Në gazet shkruhet: sipas disa letrave nga Barcelona, një i huaj i pasur ka mbritur në Mahon, porti në ishullin Menorca. Dhe ky huaj i pasur thuhet se ishte Ali Pasha i Janinës, Aliu i famshëm. Ai ishte në bordin e një anije franceze, kishte 2 gra dhe një shërbëtor me vete. Bagazhet e tij përbëheshin nga 12 arka, me peshë shumë të konsiderueshme, kështu që ka të ngjarë që ai mund të ketë lënë në vende të sigurta disa nga thesaret e tij, si në Bregdet apo në një nga ishujt e Greqisë. Thuhet se ai duket se ka në plan të qëndrojë ca kohë në Mahon. Ne do t'i shtojmë këtij lajmi detajet të tjera që jepen për ikjen e pretenduar të tmerrshmit Ali Pasha, i cili kur e pa se pushteti i tij po zvogëloi deri në pikën e fundit, ai u pajtua me idhtarët, mbështetësit e tij, që ata të bënin sikur po e tradhtonin. Ndërsa po negocionte me gjeneralët turq, ai bëri të gjitha përgatitjet e nevojshme për arratisjen e tij. Hodhi pjesën më të madhe të thesareve të tij në ujë, por u kujdes për të siguruar 1 milion sekuins. Pastaj, ai u vesh si një barit turk dhe priti rezultatin e negociatave. Ne e dim se si ata përfunduan dhe se koka e tij duhej dorëzuar tek turqit. Ata e morën me njëherë, por në vend të kokës së Aliut ishte ajo e një shqiptari të vjetër që kishte vdekur nga plagët e tij dhe i kishte vënë një çallm të çmuar në kokë. Asnjë nga gjeneralët turq nuk e njihte Aliun fizikisht, kështu që ata u mashtruan lehtësisht dhe në përputhje me kapitullimin, ata u larguan nga vendi. Aliu shfrytëzoi këtë moment për të shpëtuar veten e tij. Ai arriti për fat të mirë në Butrind, pranë kanalit të Korfuzit, dhe u fut atje në një anije që pranoi ta priste. Askush nuk mund ta mohojë vërtetësinë e kësaj historie kur kujton karakterin dinak të Ali Pashait. Kjo pra është historia tjetër e Aliut, generalit e pirë, ose luanit të Tepelenës. Mundet që Aliu të ketë çuar në Stamboll kokën e një plaku që i ngjasonte? A mundet që t'jetë zhdukur duke jetuar në Spanjë? Apo në ndonjë vend tjetër? Një dinak si ai zor që i jepte veten. Dhe në këtë histori mund të ketë diçka të vërtet. Ju, çfarë mendimi keni?